U promovua të premte në bibliotekën Marin Barleti monografia Hidromeno, kostumografia me autor doktoreshën e shkencave Merita Toçila. Autorja tha se kishte punuar 3 vite për këtë libër ku i famshmi Kol Hidromeno vjen ashtu siç e meriton, një figurë shumë dimensionale e artit shqiptar. Është një parje në këndvështrim të zgjeruar të kostumeve që ka paraqitur Hidromeno në veprën e tij. Pra, kostumet japin shkasin për të studiuar edhe veprën që ai ka lënë. Është një zhvillim i një kapitulli të veçantë të librit Kostumografia në art, por Kol Hidromeno e meriton të ketë një monografi më vete si artisti më i madh i artit modern në Shqipëri. Ndërsa për publicistën e njohur Arta Marku dhe studiuesin e artit Ylli Drishti, ky botim është i domosdoshëm pasi evidenton aktivitetin një personaliteti që ka lënë gjurmë jo vetëm në historinë e Shkodrës Sport të Shqipërisë në tërësi. Hidromeno për mua është ai që është për të gjithë ata që e njohin që është një artist i lartësive, një kulminacion, një gur themeli, një gur qosheje, një rrughapës, një artist shumë përmasor i jashtëzakonshëm dhe Shkodra padyshim që është krenari që ka pjesë të historisë vet. Të gjithë ne deri tashti e njohim Hidromenon në cilësinë e piktorit, në cilësinë e arkitektit dhe të një figure shumë dimensionale. Në librin e doktore shkencave Merita Toçila ne shikojmë një dimension tjetër, ne shikojmë që ai është një arkiv i kostumografisë së Shkodrës, po dhe më gjerë. Me shumë seriozitet, ajo e ka evidentuar këtë fakt në ato 3-4 kapitujt e saj, ku ajo ndalet ke 2 rrugët, ke motrat tone, tek kapitulli tjetër për veshjet moderne të Shkodrës në ato vite. Gjatë promovimit folën përgjegjësja e bibliotekës Marin Barleti, studiuesi i artit Ylli Drishti dhe të tjerë, të cilët theksuan se studime dhe botime të tilla ku në rastin konkret ka kontribuar dhe bashkia, evidentojnë në mënyrë më të plot kontributin e Shkodrës në artin dhe kulturën kombëtare, si dhe frymëzojnë talentet e reja për të pasur më tej këtë trashëgimi.